lidhja parafisnore e mirëfillt është ajo kur dikush don me ndërprej e ti i lidh. Kur dikush don me tina lidhjet parafisnore, as nuk interesohet për ty, e as nuk thret kur telefon, e as një mesazh nuk ta çon, e as nuk të viziton më kur, ndërsa ti do të mundohesh vazhdimisht ta mbash lidhjen me to, të kujdesesh për to. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë: "Ja Rasulullah", ka thonë, "kam farefis. Unë po kujdesem për ta, ata nuk po kujdesen për mu fare. Unë thot po i ndihmoj ata nuk po më ndihmojnë mu fare. Unë ndroj për ta, mendoj për ta, ata më injorojnë fare." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dije se je në ndihmën e Allahut dhe Allahu është me ty përderisa ti je në këtë gjendje duke i mbajt lidhjet parafisnore." Andaj lidhja parafisnore, mbajtja e tyre është njëra prej veprave më madhështore në Islam që duhet ta kultivojmë mes njëri tjetrit, ndërsa ndërprerja e tyre është prej veprave më të shëmtuara dhe prej veprave më të liga që mund ta lë njeriu e që ndoshta e meriton edhe hidhrimin e Allahut, e ruajnë Zot edhe mallkimin e Allahut.